Fermerët që kultivojnë grurin tashmë do të kenë mundësinë për të ruajtur produktin e tyre në vend të sigurt deri në kohën për shitje. Kjo pasi Drejtoria e Bujqësisë ka nisur me ndërtimin e sillozëve, të cilat përveç ruajtjes së grurit do të ndihmojnë që fermerët të shesin produktin e tyre kurdo që është çmimi i përshtatshëm. Viteve të fundit jemi përballë me lëvizje të vazhdueshme të çmimeve të produkteve, në këtë rast edhe të çmimeve të grurit, dhe në momentet kur ka ndodhur korrëshiret, ka pas ulje të jashtëzakonshme të çmimit të këtij produkti dhe fermerët janë detyruar që prodhimin e grurit ta shesin me një çmim jo të levërdishëm për ta, dhe ne kemi menduar që të ndërtojmë infrastrukturën e nevojshme që këta fermerë të komunës së Ferizajt të kenë mundësi ta deponojnë sasinë e grurit të prodhuar në mënyrë që ta ruajnë çmimin e sasisë së prodhuar, dhe në moment kur në treg janë çmimet e levërdishme për të shitur produktin e tyre final, këtë rast grurin, ata ta kenë mundësi që ta shesin të njëjtin produkt. Punimet për ndërtimin e sillozëve në fshatin Papaz po avancojnë dhe pritet të përfundojnë vitin e ardhshëm. Kapaciteti i planifikuar është shumë premtues dhe pritet të sjellë përfitime të ndjeshme për bujqësinë. Kemi filluar ndërtimin e sillozëve në fshatin Papaz, janë me kapacitet prej 8.000 tonëve këta silloz. Punimet po ecin mirë, është projekt 3 vjeçor dhe pritet kryhet vitin e ardhshëm dhe të funksionalizohet si projekt dhe të përmbyllet ky investim nga ana e Drejtorisë së Bujqësisë, investim i cili do ndikojë direkt në ngritjen e kapaciteteve të këtyre fermerëve kultivues prodhues të grurit dhe rritjen e hyrave për familjet e tyre, dhe normalisht që këto investime të cilat i kemi bërë ne, investime kapitale, do të ndikojnë pozitivisht që të rriten edhe sipërfaqet e punueshme të tokës, dhe kapaciteti i këtyre sillozëve përfshin mundësinë e deponimit të grurit për prodhimin e regionit të Ferizajt, duke përfshirë këtu komunën e Gjilonit, Vitis, Shtërcës, Kaçanikut e Shtimës, sepse kapaciteti është aq i madh sa të gjitha këto komuna të mblidhen bashkë nuk do të mund të mbushin këta silloz, duke marrë për bazë dhona zyrtare që i kemi, sepse Ferizaj dikun prodhon avërsisht 1.500.000 kilogram sasi gruri dhe komunat tjera përreth afërsisht atë sasi, dhe ka kapacitet të mjaftueshëm që fermerët e komunës së Ferizajt mos e kenë më brengë se ku ta deponojnë grurin dhe ta ruajnë momentin kur ketë një çmim të levërdishëm për ta, po do ta deponojnë në silloz të cilat i kemi në fazën e ndërtimit dhe ta ruajnë çmimin e levërdishëm kurdo që ai vjen. Nga kjo drejtori, vazhdueshëm janë bërë përpjekje që të rriten sipërfaqet e tokës punuese.